Horoskopi ditor, enjte 16 prill 2026. Dashi. Doni të përfshiheni në një aktivitet të ri, por për të bërë diçka të tillë keni nevojë për një shumë fillestare parash. Me mbështetjen e familjes do të mund të jepni drejtim nismës tuaj. Shëndeti paraqitet më së miri. Këshillohet që të flini pak më shumë pasi këtë periudhë po pushoni fare pak. Demi. Kjo ditë mund të rezultojë e parueshme për ju, sidomos në fushën e ndjenjave. Për situatën financiare nuk do të keni arsye të shqetësoheni, pasi gjatë pasdites do të merrni një shumë parash nga një i afërm i juaj. Mbrëmja do të jetë e qetë në shoqërinë e familjes. Binjakët. Gjatë mëngjesit mund të hasni në disa vështirësi financiare, por dhe do të arrini t'i kaloni pa u komplikuar. Kjo ditë është ideale për t'ju dedikuar vetes dhe familjes. Mos I lini pasdore detyrimet tuaja familjare, pasi në të kundërt mund të ketë tensione dhe konflikte me partnerin. Gaforia. Ekziston mundësia për të takuar një person të rëndësishëm, I cili mund t'ju ndihmojë në punën tuaj. Duhet ta mirëprisni një mundësi që po u jepet, pasi nuk do të ketë një shans të dytë. Nëse tregojeni të vendosur, do të keni sukses të madh si në punë, por edhe në jetën sentimentale. Luani. Bëni kompromis me veten gjatë kësaj dite, pasi gjërat e shumta që keni në plan nuk do t'ju lënë asnjë moment rehat. Organizoni mirë në mënyrë që të gjeni kohë për të bërë çdo gjë. Ndonse mund të jeni duke u përgatitur për një udhtim, mos e lini pasdore partnerin pasi mund të ndihet keq. Pirgjëresha. Do t'jeni shumë të vendosur dhe do t'ju duhet të çoni deri në fund një punë të rëndë, të cilën e keni lënë pasdore prej kohësh. Janë të gjitha mundësitë që t'ia dilni. Më në fund do t'i bëni me dije partnerit edhe arsyet pse keni munguar ditët e fundit. Pasdite do e kaloni në shoqëri të mirë me miqt. Peshorja. Nëse keni në plan të relaksoheni, do të mbeteni të zhgënjur, pasi do të jeni të detyruar të çoni deri në fund disa angazhime që do t'ju hanë kohë gjithë paraditen. Vetëm gjatë pasdites do të shijoni disa momente relaksi. Shëndeti nuk do të paraqes asnjë problem. Akrepi. Dita do t'ju dhurojë shumë kënaqësi. Do të dini si të shfrytëzoni mbrëmjen për të bërë miqësi të reja. Ata që janë vetëm mund të takojnë shpirtin e tyre binjak. Sa I përket situatës financiare, situata nuk është ndër më të mirat, por nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Rini të qetë pasi çdo gjë do t'i kthehet normalitetit shumë shpejt. Shigjetari. Dita e sotme do të jetë një ditë e ngarkuar me punë dhe shqetësime. Ata që janë në kërkim të shpirtit binjak duhet të shfrytëzojnë mbrëmjen, pasi mund të kenë një takim të bukur. E vetmja këshill që u jepet është të lini me njanë druajtjen. Britsjapi. Do të zgjoheni me humor të keq për shkak të ditës e cila nuk ka qenë shumë pozitive. Këshillohet që të ruani qetësinë pasi periudha që po kaloni do të kalojë shumë shpejt. Në fushën e ndjenjave do të jetë dita e duhur për të kaluar një ditë jashtë, pasi për shkak të punës nuk I jeni përkushtuar shumë partnerit. Ujori. Një miku juaj I shtrenjtë do t'ju propozojë që të bashkoheni me të për një projekt shumë premtues. Këshillohet që t'i vini në peshore anët e mira dhe ato më pak të frytshme, pasi të vendosni që të pranoni. Në mbrëmje do të ftoheni, prandaj pranoheni pa hezitim pasi keni nevojë të relaksoheni dhe të krijoni miqësi të reja. Raporti me partnerin do të jetë përgjithsisht I qetë. Peshqit. Do të kenë një ditë pozitive. Në mëngjes do të përfundoni disa punë pa shumë mundim, ndërsa gjatë pasdites do të relaksoheni me partnerin tuaj. Kjo do të jetë një ditë për ju për të reflektuar dhe për të vendosur se çfarë hapash do të zgjidhni në të ardhmen.